Në kuadër të 81 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë, drejtues vendor dhe familjare përfaqësues të lanë zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve. Prefektja Olta Duda, kryetari i Këshillit të Qarkut Edmond Dou dhe përfaqësues të bashkisë vendosën kurora me lule dhe nderuan dëshmorët. Politika e feston e ndarë 29 nëntorin pasi debati mbi largimin e Gjermanit të fundit në vitin 1944 është ende i hapur. Ndryshe nga e majta, e djathta feston 28 nëntorin si ditën e pavarësisë dhe e çlirimit. Me çlirimin e Shkodrës u çlirua gjithë Shqipëria. Unë do të them disa fakte kokfort që 29 nëntori është dita e çlirimit të Shkodrës dhe e gjithë Shqipërisë. Lufta për çlirimin e Shkodrës do të shënonte çlirimin e Shqipërisë. Në mëngjesin e 29 nëntorit të vitit 1944, forca të shumta të brigadave partizane u futën me luftë në Shkodër, ku u pritën nga mijëra banor shkodran. Janë të shumta dëshmitë që vërtetojnë se nazistët e lanë qytetin ton pas mesnatës të 28 nëntorit në orët e para të 29 nëntorit të vitit 1944. Dëshmitarët e gjallë, partizanët e njësive që luftuan në Shkodër, tregojnë se 29 nëntori është dita e çlirimit të Shkodrës dhe e gjithë Shqipërisë. Në 70.000 luftëtarë që u mobilizuan gjatë lancit, 6.000 ishin gra dhe vajza. Ndaj dhe ne, në çdo 29 nëntor, vim këtu pranë varrezave të dëshmorëve për të bërë homazhe dhe vendosur kurora pikërisht këtu ku prehen herojt e dëshmorët tanë pavdekshëm. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre, rroft 29 nëntori dita e çlirimit të Shqipërisë, lavdi herojve dhe dëshmorëve tanë. Shqipëria u çlirua nga forcat fashiste dhe naziste në nëntorin e 1944 pas një periudhe 5 vjeçare pushtimi që nisi me agresionin fashist italian në 7 prill 1939, pas kapitullimit të Italisë në vjeshtën e vitit 1943, vendi ra nën kontrollin e gjermanëve. Lufta për çlirim kulmoi në nëntor të vitit 1944. Tirana u çlirua me 17 nëntor të atij viti, ndërsa Shkodra ishte e fundit që u çlirua nga pushtimi gjerman. Shqipëria mbetet i vetmi vend në Ballkan që arriti të çlirojë kryesisht me forcat e veta, ndërkohë që vendet e tjera të rajonit u ndihmuan nga ushtria e kuqe.